Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në forumin e paqes në Paris, kryeministri i vendit Edi Rama i bëri thirrjeve vendeve të Bashkimit Evropian të ndalojnë ballkanizimin e vetvetes, duke theksuar se ndarjet dhe konfliktet e brendshme po dëmtojnë frymën evropiane. Ai nënvlizoi se bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit është rruga e vetme drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Kryeministri i vendit Edi Rama mori pjesë në sesionin e nivelit të lartë të forumit të paqes në Paris, një nismë e presidentit francez Emmanuel Macron, ku mbajti një fjalë të fortë mbi sfidat e bashkëpunimit rajonal dhe procesin e integrimit evropian. Në fjalën e tij, Rama theksoi se vendet e Ballkanit duhet të ecin drejt unitetit, por paralelisht këshilloi shtetet e Bashkimit Evropian që të mos përsërisin gabimet e rajonit. Nuk po e shoh Europën të zgjohet në mënyrën siç duhet, për të ndryshuar qëndrimin në raport me idenë e mbrojtjes. Por sipas mendimit tim, kjo është diçka e fragmentarizuar, më pak se mjaftueshme dhe mund të bëhet e rrezikshme në periudha afatmesme. Por mua është mjaft shqetësuese që ende sot nuk ka një plan evropian paqeje, ka vetëm një qasje binare ndaj një konflikti që ka potencial për të degeneruar në diçka katastrofike. I pyetur nga një gazetar nëse e konsideron Francën të ballkanizuar, kreu i qeverisë shqiptare u përgjigj prerë: gjatë viteve të fundit kam parë që Europa është ballkanizuar shumë, kështu që nuk jemi të vetëm që kryejmë probleme. Shikoni Francën, harroni Britaninë, tërësisht shikoni akoma nuk miratojnë dot një buxhet. Shqipëria është sot i vetmi vend në Europë që s'ka marrëdhënie me Rusinë, tha ai. Kur bëhet fjalë për Ukrainën, unë përfaqësoj një vend, Shqipërinë, që nuk ka marrëdhënie me Rusinë apo ka shkallën më të ulët të raportit me Rusinë në Europë. Përfaqësoj të vendin në rajon që asnjë udhëheqës rus nuk ka ardhur qysh prej viteve 1960. Por si një vend i vogël, Shqipëria nuk mund të ketë rol në arritjen e paqes. Unë jam më i gjati mes të gjithëve, përfaqësoj një vend shumë të vogël për të luajtur çfarëdo lloj roli, për të ndryshuar trajektoren. Si europian që përfaqësoj një vend të vogël, unë besoj se më duhet t'u dal për zot mendimeve të mia dhe vendit tim. Nëse mendimi im është i gabuar, nuk vjen asnjë dëm, por nëse mendimi i tyre që nuk janë kaq të gjatë sa unë, por kanë pas vende të mëdha janë gabim, është problem i madh. Gjatë ndërhyrjes së tij në panel, Rama u ndal edhe të marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, duke i cilësuar ato shtylla kyçe për stabilitetin ndërkombëtar. Vlerësimi im është shumë i thjeshtë. Çdo marrëdhënie mes tyre është i mirë për të gjithë dhe çdo konflikt mes tyre është i keq për të gjithë. Kur Amerika të shtin, bota dridhet. Kur Kina të shtin, bota futet në karantinë. Kështu që duhet të bëhen bashkë për më të mirën e botës. Forumi i paqes në Paris mblodhi këtë vit lider nga e gjithë bota për të diskutuar mbi çështjet që lidhen me paqen, sigurinë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në një moment të tensionuar për rendin global. Niko Peleshi do të vijojë të ushtrojë detyrën e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë. Përpjekja e opozitës për ta rrëzuar nga posti do shtoi në sallën plenare ku socialistët me shumicën e tyre rrëzuan kërkesën për shkarkim. Në seancën e sotme plenare, Kuvendi i Shqipërisë votoi kundër mocionit të paraqitur nga opozita për shkarkimin e Niko Peleshit nga detyra e kryetarit Kuvendit. Rezultati i votimit nuk solli surpriza, pasi majoranca socialiste kishte paralajmëruar prej kohësh se kërkesa e demokratëve nuk do të merrte mbështetje. Në fjalën e tij para votimit, Peleshi u shpreh se problemi nuk qëndron tek ai personalisht, por tek mungesa e vullnetit politik për dialog mes forcave parlamentare. Në këtë mocion për shkarkimin e kryetarit Kuvendit na ka sjell rezistenca për të mos lejuar askënd në pozicionin që unë kam nderin të mbaj, të guxoj, të ndryshoj këtë sallë nga arenë dhune verbale në arenë të mendimeve alternative dhe politikës konstruktive, apo të shkurajoj personalizimin e diskursit politik, si pjesë e kulturës nga e cila duhet të ndahemi. Ndaj, le ta veshim këtë sallë, ku dhe unë bëj pjesë prej vitesh tashmë, me përgjegjësitë e vërteta edhe shpesh të pathëna. Nga ana tjetër, deputetët demokrat kërkuan shkarkimin e Peleshit duke cilësuar drejtimin e tij si të njëanshëm dhe në shkelje të procedurave, por për majorancën kjo është një ditërshfaqje politike e opozitës pas një bazë ligjore apo morale. Kjo nismë për shkarkim që ju paraqitet sot për miratim nuk është aksioni i radhës për një opozit apo një akt politik i zakonshëm. Kjo është një thirrje, një përpjekje të përbashkët për të ndalur një rrëshqitje të rrezikshme të këtij kuvendi drejt një modeli të një institucioni të heshtur, të nënshtruar, të zbrazët nga përmbajtja dhe nga funksioni i tij përfaqësues. Ne nuk jemi sot këtu për të kërkuar ndëshkimin ndaj një personi të vetëm, por rikthim të standardeve institucionale në një vend demokratik. Ne sot mbi të gjitha kërkojmë që kuvendi të rifitojë
rolin e tij si garant i pluralizmit, si hapësirë për debat dhe si institucion që respekton kushtetutën. Unë kam thënë, si ka mundësi ka ta ndiset forca më e madhe opozitore, duhet vija keqse, vuajmë dhe ne nga kjo. Ka ta ndiset luftë ndaj inteligjencës artificiale, ludizmi modern e kam quajtur. Ekziston, nuk ka shkelje materiale, nuk ka shkelje kushtetuese, nuk mundet kryetar kuvendit sa herë kemi ne pretendime për rregulloren, ti thuhet ikti tash se s'po e drejton mirë mbledhjen. Kjo është recetë për kaos të nderuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi shumicën se e ka kthyer kuvendin në një fasad ku sipas tij ligji dhe rregulloria nuk respektohen. Ajo që drejton të seancën, zonja Spahi, e detyruar të thoshte kush është dakord me këtë raport, hidhet të dy raportet dhe pastaj pas raporteve votohej mosbesimi ndaj kryetarit. Ajo bëri një votim kot fare sipas qefit, sipas urdhrit e mbyllën. Kjo është problemi. Pas përfundimit të votimit dhe rrëzimit të kërkesës, Beleshi u rikthye karrikës së kryetarit kuvendit për të vijuar drejtimin e seancës së dytë të së-njëjtes. Në mbyllje të diskutimeve, ai bëri thirrje për shqetësirje dhe rikthim të normalitetit institucional, ndërsa theksoi se kuvendi duhet të mbetet hapësira e debatit demokratik, jo e përplasjes politike. Duke marrë shkasë nga protesta e minatorëve të Spaçit para kuvendit, deputetja e Partisë Demokratike Jurita Tabaku bëri thirrje mazhorancës që të trajtojë propozimin për statusin e minatorëve, ndërsa debati në parlament u komentua nga opozita dhe partitë e tjera. Minatorët e Spaçit në Mirdit kanë protestuar për më shumë se 20 ditë duke kërkuar rroga më të larta dhe kushte më të mira pune. Këtë të njëjtë protesta u zhvillua para kuvendit të Shqipërisë, ku u bashkuan edhe deputeti Erion Braça dhe 3 deputet demokratë e Qarkut të Lezhës. Ministria përgjegjëse për punë. Ministria përgjegjëse për punë. Duhet bëjë ato që i kanë ngarkuar ligji të bëjnë. Jo të zbus. Po të garantoj zbatimin e kushtetutës nga i kontraktuar i shtetit shqiptar për shpërtimin e atij vendymi. Pra ministria duhet të detyrojë kontraktorin që të njohë sindikatin që ju keni krijuar, sindikatin ku ju aderoni dhe normalisht përmes saj përfaqësoheni për gjitha drejtat tuaja. Dhe kjo është themelor. Në seancë, deputetja Jurita Tabaku i bëri thirrje mazhorancës që të marrë në shqyrtim propozimin e Partisë Demokratike për statusin dhe të drejtat e minatorëve, duke theksuar rëndësinë e zgjedhjes së situatës së tyre. Policia e shtetit i bëri atyre 2 javë më parë dhe unë nuk kam dëgjuar absolutisht asnjë koment nga Ministria e Brendshme. Është e pakonceptueshme që minatorët të merren të rriqen zvarr nga drejtorët e policisë. Dhe e dyta, Ministra e Ekonomisë duhet menjëherë të takohet me përfaqësinë e tyre. E drejta e punës është e drejtë e shenjtë në këtë vend. Nuk mundet një kompani private t'i pengojë këto minatorë të organizohen, të kenë kërkesat e tyre, të protestojnë për më shumë të drejta dhe kjo që po ndodh me këto minator është çnjerëzore. Kështu që edhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike i kërkoj ministrit Brendshëm që të dalë dhe t'jap llogari për sjelljen çnjerëzore që policia e shtetit është sjell me ato minator si halabak rrugës. I kanë tërhequr zvarr punonjësit dhe ministres ekonomisë të takojnë një përfaqësi tyre dhe të diskutojnë se cilat janë problemet dhe pse këto punonjës sot po pushohen nga punë. Deklarata e saj u komentua nga deputeti i Lëvizjes Bashk Redi Muçi, i cili quajti thirrjen e Tabakut hipokrizi, duke krijuar një debat të shkurtër mes përfaqësuesve të partive në sallën e parlamentit. Të zonjës Tabaku për futjen e rende ditës të çështjes ka të bëjë me minatorët e Spaçit. Unë me habi pozitive konstatoj që në kuvendin e vitit 2025 Partia Demokratike po përmend fjalën minator dhe sigurisht që e mbështes propozimin për shqyrtimin e kësaj çështje. Shiko, për Redin, Reda dhe Qorrës që nuk shohen. Partia Demokratike ka propozuar statusin e minatorit këtu e 3 vite të shkuara e kam firmosur unë. Për statusin e minatorit kemi diskutuar e debatuar në këtë sallë parlamenti. Dhe një sugjerim me qenë se je deputet i ri, të bësh opozitën e opozitës nuk të shkon. Sot duhet kishe dalë, ti kishe kërkuar llogari qeverisë. Protesta e minatorëve në reagimet parlamentare vjen në një moment kur situata e punëtorëve të minjerave të Spaçit është bërë tashmë temë qendrore e diskutimeve për të drejtat e punës dhe statusin e sektorit minerar. Në raportin e miratuar në sesionin 144 plenar, Komisioni Venecias ngrish shqetësim se masat shtrënguese ndaj kryetarëve të zgjedhur të bashkisë përmes pezullimit apo paraburgimit çojnë rënd parimet e vetëqeverisjes vendore dhe liritë politike të përfaqësuesve të zgjedhur.
Komisioni i Venecias ka dhënë një qëndrim të qartë mbi debatin për pezullimin e kryetarëve të bashkisë në Shqipëri, duke theksuar se ndërhyrje të tilla nga gjykata apo qeveria qendrore bien ndesh me parimet e demokracisë lokale dhe Kartën Europiane për vetëqeverisjen vendore. Në raportin e miratuar në 24 tetor, Venecia thekson se pezullimi ose përfundimi i mandatit të kryetarëve të bashkisë për shkak të ndalimit apo paraburgimit të tyre prek thelbin e autonomisë vendore dhe shkel parimet e Kartës Europiane për vetëqeverisje vendore. Në dokument shtohet se ndikimi i këtyre masave është dyfisht, ato cënojnë jo vetëm të drejtën individuale të zgjedhurëve vendor, por edhe të drejtën e qytetarëve për përfaqësim, pasi zëvendësimi me një kryetar të emëruar nga qendra nuk përputhet me vullnetin e elektoratit. Zëvendësimi i kryetarëve të zgjedhur të bashkive të emëruar nga qendra praktikisht shkel vullnetin e elektoratit, duke gryer themelet e demokracisë vendore dhe bien ndesh me ndarjen vertikale të pushteteve. Komisioni i Venecias ka kritikuar në mënyrë të vazhdueshme praktikën e zëvendësimit të kryetarëve të bashkisë nga qeveria qendrore, duke vlerësuar se kjo përbën një shkelje të nenit të re të kartës. Në përfundim, raporti thekson se pezullimi apo shkarkimi i një të zgjedhuri vendor duhet të mbetet një mazë e jashtëzakonshme që zbatohet vetëm në rastet e shkeljeve të rënda dhe me garanci të plota procedurale për të shmangur çdo formë ndërhyrje politike në pushtetin vendor. Në seancën e radhës për dosjen e Gërdecit, ish ministri i Mbrojtjes dhe kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka kërkuar përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga procesi gjyqësor. Kërkesa u paraqet nga avokati i tij Henrik Ligori dhe Ardian Visha, të cilët argumentuan se gjykata nuk ka marrë parasysh asnjë kërkesë të depozituara prej tyre. Në e gjykatës së posaçme, avokatët e Mediu deklaruan se procesi ndaj klientit të tyre është i paragjykuar dhe kërkuan ndërprerjen e seancës gjyqësore derisa të shqyrtohet kërkesa për përjashtimin e gjyqtares. Avokati i Mbrojtjes Henrik Ligori u shpreh se është e pamundur që në këto kushte të vijojë procesi gjyqësor, ndërsa Ardian Visha shtoi se në 22 kodit të procedurës penale parashikon pezullimin e seancës derisa të shqyrtohet kërkesa për përjashtim, duke theksuar se mbrojtja e Mediut ndjehet e penguar në ushtrimin e të drejtave ligjore. Përplasja mes palëve nisi pasi gjyqtarja Gjoka refuzoi kërkesën e mbrojtjes për të përjashtuar nga salla një të afërm të viktimave të Gërdecit, për të cilin avokatët pretenduan se kishte përdorur gjuhë fyese. Pavarësisht debateve të ashpra, gjyqtarja vendosi në seancë të vijonte normalisht. Në seancë ishte i pranishëm dhe vet Fatmir Mediu, i cili akuzoi drejtsinë për qëndrime selektive dhe theksoi se çështja ndaj tij ka prapavi politike. Për një vit e gjysmë depozitojmë kërkesa në GKK dhe nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Kjo nuk është drejtësi, deklaroi Mediu para trupës gjykuese. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e prokurorisë kërkuan gjykatës që të pranojë si prova të reja 2 shkresa nga avokatura e shtetit dhe vendimin e gjykatës së Strasburgut që i ka dhënë të drejtë familjarëve të viktimave të Gërdecit. Seanca u shoqërua me tensione verbale dhe akuzime reciproke mes mbrojtjes dhe trupës gjykuese, ndërsa pritet vendimi nëse kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Gjoka do të merret në shqyrtim. Prokuroria e Tiranës ka zbuluar një skem të gjërmashtrimi me TVSH dhe tenderat publik, ku janë përfshirë disa kompani të ndërtimit dhe tregtisë. 3 persona janë vënë në hetim, njëri është arrestuar dhe 2 të tjerët janë lënë në masën e detyrimit për paraqitje. Skema dyshohet se ka përfituar qindra milion lek përmes fakturave fiktive dhe deklarimeve të rreme tatimore. Një tjetër rast abuzimi me fondet publike është zbuluar nga Prokuroria e Tiranës, e cila ka hetuar për muaj me radhë një rrjet të dyshuar kompanish që ka manipuluar faturat tatimore për të përfituar nga tenderat e Bashkisë Tiranë. Hetimi është zhvilluar në kuadër të dosjes penale të njohur si 5D, ku janë të përfshirë disa subjekte tregtare që kanë operuar me veprimtari ndërtimi dhe shitje materiale ndërtimore. Sipas të dhënave hetimore, kompania Almeta 02 TT dhe Valbona Alb kanë lëshuar fatura fiktive në favor të subjektit 5D Konstruksion me qëllim krimin në një rrjet i shitjesh dhe shpenzimesh të rreme për punë publike të tenderave nga Bashkia e Tiranës. Në këtë mënyrë, këto kompani kanë paraqitur shpenzime të fryera dhe të pabazuara realisht, duke justifikuar fonde që më pas janë përdorur për të përfituar nga buxheti publik. Hetuesit kanë arritur të zbulojnë se vlera totale e shpenzimeve të raportuara arrin 370.299.847 lek, shumë e cila është krijuar nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara dhe faturave të pavërteta. Sipas prokurorisë, kjo veprimtari ka synuar të ulë detyrimet tatimore ndaj shtetit dhe të fshehë përfitime reale, duke i shkaktuar buxhetit publik dëme të konsiderueshme financiare. Për këtë arsye, organi i akuzës ka ndalur 3 persona, ndërsa njëri prej tyre është dërguar në burg dhe 2 të tjerët janë lënë në masën e detyrim paraqitje në pritje të zbardhjes së plotë të dosjes. Burimet pranë hetimit bën me dije se prokuroria po
po verifikon lidhjet e mundshme mes kompanive të përfshira dhe zyrtarëve lokal, të cilët mund të kenë ndihmuar në kalimin e dokumenteve dhe tenderave përkatës, ndërkohë grupi hetimor vijon punën për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë skemë dhe për të dokumentuar plotësisht mënyrën se si janë përdorur fondet publike përmes mashtrimeve me TVSH dhe faturat fiktive. Prokuroria e Tiranës ka paralajmëruar se do të ketë masa të tjera shtrënguese në ditët në vijim nëse provohet përfshirja e të tjerëve në këtë aferë financiare. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 32 vjeçarin Haidi Bajrama, i cili pak ditë më parë shkaktoi aksidentin fatal ku humbi jetën 17 vjeçari Leonardo Shameta. Ngjarja e rënë ndodhi në orët e para të së hënës në bulevardin kryesor të qytetit bregdetar, ku goditja fatale i mori jetën të riut që po kthehen nga puna. Në seancën e zhvilluar në gjykatën e Vlorës, trupa gjykuese la në burg 32 vjeçarin Haidi Bajrama, i drejtuesin e automjetit tip Porsche, i cili ishte në gjendje të dehur në momentin e aksidentit tragjik. Prokuroria ka ngritur ndaj tij akuzën për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimin e mjetit në gjendje të dehur, ndërsa hetimet po vijojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes. Gjatë seancës, Bajrama është shprehur i penduar, duke kërkuar falje përpara familjarëve të viktimës, të cilët kanë ndjekur procesin me dhimbje dhe revolt. Ata kanë kërkuar që akuza të ndryshohet në vrasje me dashje indirekte, duke apeluar për ashpërsimin e ligjit ndaj drejtuesve që japin mjetit nën efektin e alkoolit dhe rrezikojnë jetën e të tjerëve. Leonardo Shamata, i 17 vjeç, nxënës në gjimnazin Alidemi në Vlorë, punonte pas orarit shkollor për të ndihmuar familjen. Fatkeqësisht, ndërsa kthehej në shtëpi pak pas mesnate, u përplas me forcë nga automjeti i Bajramit, duke humbur jetën në vend. Tragjedia ka tronditur qytetin e Vlorës dhe bashkëmoshatarët e Leandros, të cilët kanë organizuar omazhe pranë shkollës së tij në nderim të kujtimit të 17 vjeçarit, ndërsa prindërit kërkojnë që drejtësia të mos mbyllet me një vendim formal, por të japë një mesazh ndëshkues për çdo shkelës të ligjit në rrugë. Një arsenal armësh është zbuluar në një furgon të maskuar si mjet i sinjalistikës rrugore në Tiranë, ndërsa pronari i tij, Eugert Sino, mohon të ketë dieni për ngarkesën. Hetimet kanë zbuluar se armët e zjarrit me styre dhe snajperat dhe pajisje gjurmimi mund të kenë hyrë nga Kosova dhe i përkisnin një grupi kriminal që vepron në disa qytete të vendit. Zbulimi i një arsenali të frikshëm armësh në zemër të Tiranës ka tronditur autoritetet dhe opinionin publik. Furgoni, i cili mbante logon e një kompanie private sinjalistike, ishte parkuar pranë banesës së pronarit të tij, rreth 34 vjeçarit Eugert Sino, në zonën e Myslimshyrit, ku zbuluar se brenda ndodheshin 23 armë zjarri të llojeve të ndryshme, përfshirë 3 snajpera, mira fishek dhe pajisje të sofistikuara gjurmimi dhe shpërthimi në distancë. Në dëshminë e parë përpara hetuesve, Sino, i cili rezulton me precedent penal, ka mohuar çdo lidhje me arsenalin i gjetur. Ai ka deklaruar se nuk ishte asnjë material brenda furgonit dhe ka pretenduar se armët mund i kenë vendosur personat, por pa përmendur asnjë emër konkret. Furgonin e kam lënë pranë shtëpisë Bosch, nuk di gjë për armët që janë gjetur brenda. Mësoi të ketë thënë ai që marrës në pyetje. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se armët ishin të reja dhe dyshohet se janë trafikuar nga Kosova për të përdorur nga një grup kriminal aktiv në Tiranë, Laç dhe Burrel. Sipas hetimeve paraprake, arsenali mund të shërbente për ngjarje të planifikuara kriminale që përfshin elemente fizike ose sulme të porositura. Gjatë kontrolleve të mëvonshme, policia zbuloi bazën kryesore të grupit vetëm pak metra larg vendit ku ishte parkuar furgoni, ku dyshohet se mbaheshin dhe përgatiteshin armët për përdorim. Në këtë ambient u gjetën prova të tjera që lidheshin me trafikun dhe modifikimin e armëve. Ndërkohë, 2 persona të tjerë janë shpadur në kërkim, ndërsa policia po vijon hetimet për të zbuluar rrjetin e plotë të përfshirë në trafikim dhe depozitimin e arsenalit. Hetimet po zhvillohen në bashkëpunim me strukturat e drejtorisë së autoritetit dhe prokurorisë Tiranë, pasi dyshohet se armët mund të jenë pjesë e një linje ndërkombëtare trafiku që kalon përmes kufirit Kosovë-Shqipëri. Gjykata e Beratit ka caktuar arrest në burg për Kristo Mema, 63 vjeç, i njohur dhe si Konstantin Hoxhaj, pas vrasjes së 42 vjeçarit Keli Hoxha nga Tirana në Kalan e qytetit. Autoritetet dhe familjarët e viktimës morën pjesë në seancën ku Mema shprehu pendes dhe kërkoi falje. Gjykata e Beratit ka caktuar arrest me burg për Kristo Mema, 63 vjeç, i njohur edhe si Konstantin Hoxhaj, pas vrasjes së 42 vjeçarit Keli Hoxha nga Tirana në Kalan e qytetit. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 28 tetorit, kur Hoxha vizitoi Kalan e Beratit së bashku me familjen. Sipas deklarimeve, konflikti nisi pasi viktima i preku kalin e përdorur për shëtitjen e turistëve kundrejt pagesës, të cilën Mema e kishte paralajmëruar si ishte i acaruar. Në përplasjen që pasoi, Mema nxorri thikën e fshehur në samarin e kalit dhe goditi Hoxhën në sy të nënës.
bashkëshortes dhe fëmijëve të tij të mitur. Viktima nuk mund të mbijetonte plagëve dhe ndroi jetë sapo mboriti në spitalin e Beratit. Pas krimit, Mema u fshe në një shpellë dhe më pas shkoi në banesë ku lidhi kalin në kasolle. Autoritetet e arrestuan disa orë më vonë. Hetimet kanë zbuluar se 63 vjeçari kishte një vrasje të mëparshme në vitin 93, për cilën nuk vuajti asnjë ditë burg, pasi dënimi ishte i parashkruar. Në seancën e gjykatës, Mema shprehu pendes dhe kërkoi falje nga familjarët e viktimës, duke theksuar se veprimi i tij ndodhi në gjak nxehtësi gjatë debatit me Hoxhën. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka ngritur shqetësime për sigurinë e turistëve në zonat historike. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 31 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira të lehta kalimtare në zonat veriore dhe verilindore. Gjatë paradites do të mbizotërojnë kthjellimet, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale të gjata me diell në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në bregdet mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 31 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 31 tetor do të jetë në orën 6:04 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 31 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të freskëta dhe të qëndrueshme me mot kryesisht të kthjellët dhe me mjegull lokale në orët e para të mëngjesit në disa ulësira. Pasditja do të jetë me intervale të gjata me diell dhe temperatura tipike të fund tetorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 31 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 31 tetor do të jetë në orën 6:01 minutë, ndërsa perëndimi në orën 16:37 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 3 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj, 4 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 13 gradë Celsius. Suhare, 5 deri në 14 gradë Celsius.
Prizren 6 deri në 15 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi për përditësime në çdo kohë. Vazhdoni ndërkohë të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.